Ju falenderoj gjithve për këtë mbështetje të madhe që në fakt po e shohim që disa muaj cep komunës Prishtinës, edhe në qytet, edhe në fshat. Mirë se erdhët gjithë në Prishtinë, suksese gjithë kandidatëve, kolegëve të mi të vetëvendosjes. Ne në Prishtinë kemi ndërtuar një front të gjerë qytetar kundër qeverisjes së keqe të 4 viteve të fundit, dhe ky bashkim i qytetarëve, i banorëve të Prishtinës, është shumë më i fuqishëm se bashkimi i këtyre tjerëve, që në fakt po bëhen bashkë vetëm për interesa, vetëm për pushtet, e ne po bëhemi bashkë për qeverisje të mirë, për një Prishtinë të ndryshimeve të mëdha bashkë me kryeministrin Kurti. Ne po bëhemi bashkë për shkolla më të mira për kryeqytetin, ku do të krijohen kushtet për një mësim gjithditor serioz. Për më shumë çerdhe publike dhe me bazë në komunitet, me kosto të përballueshme, që prindrit e posaçërisht gratë të kenë mundësi të aktivizohen tregun e punës. Ne po bëhemi bashkë për një Prishtinë të sportit, sepse i presim lojrat mesjetare, por pastaj vazhdojmë me vizionin për Prishtinën si qendër e rëndësishme e ngjarjeve sportive ndërkombëtare. Ne po bëhemi bashkë për një Prishtinë të mirëqenies për secilën familje, për përkujdesje për të gjithë ata që kanë nevojë, e sidomos ata që janë të marginalizuar. Ne po bëhemi bashkë për një Prishtinë ku buxheti nuk i shërben grupeve të caktuara, buxheti nuk është instrument as për shlyerje të borxheve, as për të privilegjuar dikë, por për të adresuar nevojat, hallet, kërkesat e qytetarëve, e ky buxhet po bëhet bashkë me qytetarët, ndërsa investimet do të bëhen duke respektuar parimin e barazisë. Investojmë aty ku ka nevojë, investojmë në çdo lagje pa diskriminim, në çdo fshat, e trajtojmë secilin banor në mënyrë të barabartë, sepse duam një qytet që i zgjidh problemet e veta urbanistike me qasje të kujdesshme, planifikim dhe realizim. Duam fëmijë që luajnë në për rrugë të rrugisat, në për sheshet e pashtit e qytetit, në siguri të plot dhe në mënyrë dinjitetshme, e jo në hijen e ndërtimeve pa leje. E duam një Prishtinë që zhvillohet dhe kujdeset për secilin banor, e duam Prishtinën e vitit 2035, që do të jetë edhe funksionale, edhe zhvilluar dhe do të garantoj barazi, dhe për këtë e kërkojmë mbështetjen e gjithë juve. 9 nëntori është data, ndryshimi në Prishtinë po vjen. Faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit kryeministër.